zonja Kalaja, Velia i ra, po mërësisht do të tani vetën gjykan kushtetuese të gjitha, duket si kur Partia Demokratike ka një ngersh për të kandiduar për Tiranën. Tabaku dhe Ali Mehmeti, që priteshin të thoshin po, për kësë gjë, të dyje kanë refuzuar. Ma afër këtij refuzimi për mendimin tim, unë isha në kaluar me Telitin këtu, është Tabaku, e cila me një luftë shumë të madhe mori votat, shumë votat dhe tani ajo është deputete. Si mundet tani të hyjë një luftë tjetër, kur me gjithat të luftë, pasi mbaron një luftë, të hyjë një luftë tjetër. Dhe ka një të drejtë në këtë, mendoj unë, nuk dua të justifikoj askan. Po dhe ky tjetri pret që të ikë njeri, për shembull nga deputetët, dhe shkon në Ali Mehmeti. Ndoshta. Tani, pse ja u thash unë këto? Nuk pranojnë këta të hyjë në garë. Ju më keni konfirmuar që do të jeni kandidate. Keni kërkuar të jeni kandidate për Bashkinë e Tiranës. Okej, unë uroj që ju të jeni dhe ju them urime. Në qoftë se të fitoni, do me thënë, uroj të fitoni. Po, a ke biseduar me doktorin dhe të shmendon ai? Të jem njërë kandidate, se fillojmë doktorit ja thatë këtë gjë, apo po ja thoni këtu nga ne? Jo, unë ja kam konfirmuar doktorit, po, nuk i kam thënë dua të kandidoj, i kam thënë nëse Partia Demokratike dhe koalicion... Po kështu thuetoj, partia ime, më dënon partia, thot partia, se pas të në partia... Ja, më leoni dhe në mund. Atëhere, unë i kam thënë, nëse Partia Demokratike apo koalicioni opozitar ka nevoj për emrin tim dhe kontributin tim, unë jam e gatshme të kandidoj. Për pos kësaj, kjo nuk është një risi e imja, nuk është se unë ngrita një ditë mbas lajmit që dha kryeministri për emrimin e kandidaturës për Tiranën, nga ana e Partisë Socialiste, po nëse rikthehemi pas në kohë, unë, zoti Rakipi, kam qenë kandidate në 2022 për primaret që janë organizuar në Partinë Demokratike, primaret të cilat i fitoi Belindi, dhe për cilën fakt është akoma i njëjti mandat, sepse primaret e vitit 2022 prodhuan kandidatin për zgjedhjet e majit të 2023-shit. Ndërkohë që dy fituesit e parë, pra si zoti Kolliçi, si zoti Ali Mehmeti, nuk kanë shprehur interes për të kandiduar, po kështu ndjes pas edhe zoti Bogdani, që ishte i treti në listë, ka ndruar jetë. Kështu që edhe në aspektin statutor të partisë, po edhe në aspektin moral, unë kam shfaqur ambicjet e mia, kam patur një program goxha gjithë përfshirës, pavarësisht se mediat afër pushtetit, po edhe konkurenca brenda partisë, u morën më shumë me tezën time të tritolit, se sa... Unë përgëzoj shumë edhe për fjajse, por zakonisht, mua më ka ndodhur të dëgjoj që i thash kështu, i thash kështu, i thash dhe kështu, i thash kështu. Që tha ai se shumë rëndësishme, se unë di shumë raste, që ai, të them dhe unë, pasi të tha i fjallet, them dhe unë që mendoj. Se kuptoj në një gjë unë tani, e kupton, kam qenë në shumë... Atere, a i tha, doktori tha, do të kemi në konsiderat dhe pas diskutimeve do të vendosim, sepse do bëhet diskutime edhe me drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, besoj edhe me partit aleate, sepse në fakt mirë është në situatën ku ndodhet Tirana, në një moment shumë deciziv kur i bashkohem me gjithë panelin që vlen më shumë produkti që është realizuar, me gjithë shkeljet që unë vetë thash që ka shkelje ligjore në shkarkim, po tek e fundit ne gjithë kemi qenë për shkarkimin dhe dënimin e Erion Veliajt për ato që ka bërë, kështu që unë mendoj se është momenti më i mirë që edhe opozita të dali me një kandidat të përbashkët, por mendoj se është momenti më i mirë për të thyer këtë mentalitet që në fakt po e dëmton shumë shoqërinë shqiptare, që me Edi Ramën nuk fitohet dhe me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje të lëria të ndryshme. Nëse ti në fushat
mund të krijosh një frymë pozitiviste, nuk jetë të pjesa, ti je një luftare me madhe se ta që në pjesa lartë e Partisë Demokratike. Por ata që jenë pjesa lartë, që majnë dhe vendimet, që doktorin kryet, në vendimet Shqipëri një i merë, aty i merë doktori, këte i merë drama, edhe 3-4-5 që janë partit vogla. Fatmiri për shumë, pa i ka pak veta. 4-5 veta, sa mund të ketë aty a 20-30, dhe me a i merë vendimet prapë. Edhe të tjerët që kemi në politikë. Por tani ka një problem. Ti si e kupton këtë gjë tani? Se ti ke thënë shumë jashtë racionale. Partia Demokratike vijon të kontestoj zgjedhjet e 11 majit, i konteston, i quan të manipuluara farsë. Dhe nuk i njeh. Po tani si mund të hyjë në zgjedhjet të tjera tani kjo? Në fakt, kupton gjeti këtu? Jo, unë mendoj që kjo ishte edhe një nga momentet në fakt që e zgjodhi dhe Rama për ta bërë këtë gjë. Unë e shikoj si loj edhe të vetë Ramës, sepse po të shikoni ka një ndryshim drastik të situatës se në çdo rrethan, Edi Rama de facto është kryetari i Bashkisë Tiranë, por të mos thënë është kryetari i gjithë bashkisë madhe që është Shqipëria. Por Edi Rama zgjodhi momentin qoftë edhe më të vështirë për Partinë Demokratike mbas rezultatit të 11 majit, por edhe momentin për të shpallur zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, sepse fatkeqësisht në fakt, po ta shikosh, mbasi ka lançuar Edi Rama zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, kur ka propozuar dhe kandidaturën, nuk është më se po diskutohet për zgjedhjet 11 maj. Se ti nuk je njeriu që duhet të thuash këto gjëra, unë do kem në studio të ftuar të tjerë, gjithë ndoshta edhe doktorin, që të vijë të flasë, se ai mund të jap përgjigje më të rëndësishme Klodin në këtë pikë. Por pse s'vjen doktorit aty? Po si kam thënë tani unë. Si ka thënë fare. Të zgjedhjet nuk ishte edhe i pamundur pak, kështu. Sa gripra gjera që ishte edhe kohë griprash, por tani ai do vi sigurisht. Flamuri do vihet, gjithë fola unë sot me Flamuri, e unë tjetër do vihet. Ka ardhur doktor, Flamuri ka ardhur, ka qenë të unë vazhdimisht doktori, po nuk ka qenë kohët e fundit. Po do vi. Tani, duhet të themi një gjë tani se gjithmonë halli ishte aty që tani të zëm se doktori gjysmë ftohtë ta ka thënë këtë llavin. Do bisedoj me kështu. Por ta zëm se pranoj doktori dhe dole tjetër. Megjithëse sot ka dalë dhe Klevis Balliu. Është vetë afruar dhe ai dorëzon dhe mandatin. Nuk e kam dëgjuar. Dhe atë mund të kam frikë se mos të kalojnë këta Klevisin, sepse marrin një deputet e japin një tjetër që mund t'ju duhet. Këto janë llogari që i bën gjithë secili. Unë bëj vetëm llogarit për pjesën time. Mirë, tani në llogaritë e tua. Edi Rama duket se ka marrë shumë seriozisht garën në Tiranë dhe drejtuese të fushatit do të jetë Belinda Balluku për ka caktuar artillerinë më të rëndë që ka. Pasi u mësua ky lajm akoma edhe më vështirë do të jetë për PD-n të gjej kandidat. Ti nuk e çan shumë kohën për këtë që është kjo përballë dhe kjo rëmben vota, lubis ishte doktori. Absolutisht, sepse unë siç e thash, unë vazhdoj të qëndroj parimin tim që politika para se gjithashtu duhet. Se do mundësh këtë oj. Nxirë mos e iq. Po do ta mund. Do mundësh këtë, jo manastirin, manastir Liu. Do ta mund atë dhe do vi në zyrën tënde. Po t'ishte kaq e fuqishme kjo, Edi Rama vendoste këtë kryetare, kandidate për kryetare. Por Edi Rama... Si kandidate? Po ajo s'vajti kandidate në Fier. Po në Fier i mori e beri gazin e shkret të fliste me vete. Po... Ajo i mori të gjitha. Ka shumë problematika ajo. Moj mund të ketë, po... aktivitetit të saj. A i ke bërë llogarit tani se do dalësh përballë një njeriu që... I kam bërë llogarit, sepse i kam bërë llogarit me dinjitetin, me punën time, me integritetin moral dhe me atë çfarë unë mendoj, siç e thash, se jo vetëm që politika duhet përçoj moral tek zgjedhësit, po nga ana tjetër, nëse ti arrin të ngresh frymën, unë mendoj që nuk ka njeri që t'i blej zgjedhjet. Okej, nuk ka njeri t'i blej zgjedhjet. Më kjo mund të edhe mos i blej, mund t'i marrë, dy t'i marrë kjo. Nuk i merë, sepse... Se ju blerje po thoni, po ka një problem tani. Duhet t'i thoni tani, janë blerë këtu, është blerë kjo, është blerë kjo. Duhet të dalin gjëra konkrete në blerje. Ato i ka denoncuar Zoti Berisha në mënyrë sistematike, dhe përpos kësaj edhe në raportet paraprake të OSBE Eldirit janë denoncuar me fakte dhe me prova.